FSHFTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur takohemi për të folur për të rjat më të fundit të futbollit në vend. Ka qenë një javë e rëndësishme për kombëtaren shqiptare, duke qenë se është zyrtarizuar pikërisht ditën e djeshme dhe trajneri i ri i kombëtares, i cili është Rolando Maran, dhe i cili pason ish trajnerin e kombëtares Silvinho. Për këtë dhe sigurisht edhe për Final Four, po ashtu edhe për kampionatin e Sokas, i cili do të zhvillohet në shtëpinë e futbollit, do diskutojmë në emisionin e sotëm, ku kam kënaqësinë të kem të ftuar Alban Xhiani, komentator sportiv dhe gazetar. Përshëndetje Alban. Përshëndetje Lerida, kënaqësi që jam prapë tek ju. Faleminderit. Ronaldo Sinani, kolegu i departamentit të PR-it në Federatën Shqiptare të Futbollit, po ashtu edhe në FSHFTV. Përshëndetje Ronaldo. Kënaqësi të kemi këtu. Florian Riza si për herë me ne. Përshëndetje Riza. Përshëndetje. Javë shumë e rëndësishme. Kemi folur vazhdimisht në programin tonë edhe për këtë moment që do të vinte eventualisht qoftë një konfirmimi i trajnerit aktual apo një trajner i ri. Në këtë rast kemi një emër të ri që është Rolando Maran. Si e shikon, vetëm thjesht një koment të shkurtër përpara se të fillojmë diskutimin? Për mua është shumë e rëndësishme që ekipi kombëtar që sot do të ketë trajnerin që do të vazhdojë të gjithë programin e Ligës Kampionëve. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme, që trajneri që do të luan në ndeshjet miqësore do të ishte trajneri që do të zhvillojë të gjithë Ligën e Kombeve. Rolando Maran pikërisht është emri i ri i cili do të jetë në krye të pankinës kuqezi, duke nisur nga ndeshjet miqësore të qershorit, të cilat do të luhen në datën 3 qershor dhe 6 qershor, pikërisht ndaj Izraelit dhe ndaj Luksemburgut. Një emër italian, Xhihani, një trajner i cili ka shumë vite eksperiencë në fakt në drejtimin e klubeve në Itali, në Serie A, në Serie B edhe më tej. Si e shikon këtë emër në krye të pankinës kuqezi? E para një që ishte shumë surprizë gjithë, le të themi kjo që Federata e Futbollit arriti të bënte, si asnjëherë tjetër nuk pati asnjë lloj zëri për trajnerin dhe erdhi në mënyrë shumë surprizë. Pra nuk pati rrjedhje të informacionit dhe prezantimi i djeshëm vërtet ishte surprizues dhe spektakolar brenda vetes saj. Një italian që me sa duket edhe vetë presidenti Duka historikisht në gjithë periudhën që drejton Federatën Shqiptare të Futbollit e ka patur pikë të dobët një trajner italian. Rolando Maran hyn tek ata persona që kanë lënë gjurmë në futbollin italian, nuk ka qenë i niveleve të larta, i ka qenë skuadrave mesatare, po themi. Dhe me eksperiencë Serie A, ne do flasim edhe më gjerësisht, por që unë them që mos gaboj, kjo është eksperjenca e tij e parë për një kombëtar futbolli dhe mendoj që ndryshon krejtësisht pasaj puna me vetëm 10 ndeshje në harkun e një viti. Kjo është pasaj tjetër çështje, tjetër sipërmarrje dhe normalisht kombëtarja ka vështirësitë e saj. Ronaldo, si e shikon zgjedhjen e trajnerit të ri, nga eksperienca që ai ka, nga puna që ka pasur më herët në afrimin pranë pankinës kuqezi? Mendoj që është një zgjedhje mirë studiuar dhe studiuar nga presidenti Duka, duke marrë parasysh eksperiencën e madhe që trajneri Rolando Maran ka në futbollin italian. Dhe gjithashtu nisem nga një fakt tjetër, duke parë që boshti i lojtarëve të kombëtares kryesisht është nga futbolli italian, mendoj që do të jetë një faktor pozitiv edhe për të përshtatur sa më shpejt dhe sa më mirë me lojtarët, për të patur suksese në vazhdimsi. Fakti që ai ka punuar edhe me të rinjt në futbollin italian, si lidhet kjo me atë çfarë ndoshta mund të jetë një nga pritshmëritë që sidomos në këtë ndeshje miqësore ndoshta të provohen dhe lojtarë të rinj ose të paktën lojtarë të cilët nuk kanë pasur aq shumë hapësirë gjatë drejtimit të trajnerit Silvinhos për shkak të minutazhit, për shkak të gjendjes fizike e tjerë. Trajneri Rolando Maran ka dhe një eksperiencë si futbollist, futboll të luajtur, por më pas edhe si trajner. Si futbollist ka luajtur me disa klube të ndryshme, kryesisht me Kiev, ku ka kaluar vitet e tij më të shumta, ndërsa më pas ka filluar karrierën si trajner të futbollit moshave me skuadrën e Kievos, për të kaluar më pas me skuadrën e Brescias dhe me Citadelën. Në 2 vitet e fundit me Citadelën, te futbolli moshave më pas është promovuar si trajner i parë me skuadrën e Citadelës. Ka drejtuar disa ekipe të ndryshme në Serie B dhe në Serie A, ku ka pasur suksese dhe arritje. Në Serie B me një skuadër modeste Varesa, ka arritur ta dërgojë deri në fazën play-off për ngjitje në Serie A, nuk ja ka dalë mban dhe fill mbas atij viti është graduar trajneri i parë te skuadra e Katanias, ku me skuadrën e Katanias ka arritur një sukses rekord për klubin e Katanias, pasi në fund të atij sezoni Katania e ka mbyllur në vendin e 8 në Serie A, që është rekord për klubin. Pas ka pasur edhe disa eksperienca të tjera dhe fakti që ka edhe eksperiencë me futbollin, me trajnimin e futbollit të rinjve, do të jetë një faktor plus për zbulimin ndoshta edhe të lojtarëve të ri për
për të i ofruar në kombëtarin shqiptar. Riza, fakti që trajneri Maran do të ketë hapësirë për të drejtuar kombëtaren pikërisht në 2 miqësore, a ndihmon kjo le të themi për të futur më tepër në temë, le të themi për të njohur lojtarët në një zonë pa presion në një farë mënyrë, pavarësisht se ndeshjet miqësore janë shumë të rëndësishme dhe sigurisht janë edhe ato të vlefshme si statistik, por në parim përpara nisjes së Ligës së Kombeve, ku edhe siç u përmend se do ta ndjekim edhe tek diskutimi tek deklarata e presidentit Duka, është një nga objektivat kryesor që i është vënë të qenurit në vend të parë të Ligës së Kombeve. Si e shikon këtë hapësirë le të themi të qershorit? Tani dua ta shikoj në momentin strategjik të procesit. Procesi i zgjedhjes trajnerit është një proces i vështirë. Mendoj që negociatat kanë qenë vështira sepse kishin bënë me një trajner brazilian i cili deri diku bëri shumë mirë me ekipin ton kombëtar. Mendoj që në aspektin e negociatave autoriteti i presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit është i përcaktuar me votë. Është ai presidenti i cili ka të gjitha atributet për ta negociuar pozicionin e trajnerit, po i vënë përpara kushteve që duhet të kishte një plan B. Pra nëse do të dështonin negociatat me trajnerin aktual, atëherë detyrimisht do të zgjidhte trajnerin i cili do të përgatisë ekipin për ndeshjet miqësore. Dhe çfarë ndeshjet miqësore ju e thatë në këto momente, që janë shumë të rëndësishme ndeshjet miqësore, po janë shumë të rëndësishme për trajnerin atë parë. Pra ky trajner nuk mund të shkonte më në ndeshjet e shtatorit, pra në 4 javë, 4 ndeshjet e parë, që janë fazat themelore, ajo më kryesore, më decisive. Nuk mund shkojë pa ndeshje miqësore, nuk mund shkojë pa njohur lojtarin në fushë, ta drejtojë, ta shikojë me sy drejt për drejt nga fusha. Kështu që në këtë aspekt kjo ishte shumë e rëndësishme dhe plani ka funksionuar deri diku sepse mund të ndodhë që ke ekipe kombëtare të një niveli shumë të lartë sot që ka trajner provizor. Pra, më duket edhe jashtëzakonisht gjë e dobët që të kishim një trajner provizor për 2 ndeshje miqësore. Kështu që në këtë aspekt zgjedhja është maksimale, plani ka funksionuar në aspektin strategjik detyrimisht që është shumë mirë. Nëse trajneri ka pasur përvoja me klubet, mendoj që 4 javët e para, pra këto 4 ndeshje që mund të jenë 4 javë në futboll, kanë brenda saj dinamikën e një klubi futbolli, pra do të luash 4 herë brenda një muaji, zëre se je trajner i një klubi. Ky klub quhet Shqipëria. Pra, kombëtari e Shqipërisë. Po, në fakt edhe një nga që Silvia nuk kishte këtë shans që Silvino ka deputuar direkt ndeshjen e parë Boloni. Do të kalojmë patjetër te diskutimi për trajnerin Silvino. Jo, se kam për Silvino, kam për kështu që përmendi Flori, pra, ndërkohë për ta evituar. Kjo është shumë pozitive kjo pjesa që Federata rritet ta mbyllte shpejt çështën e trajnerit. Edhe këto 2 ndeshje që janë dhe pa presion në fakt, se luajmë në shtëpi, ndonjë lojtar të ri dhe mund ta thrasi për ta provuar sepse ne boshtin e dim se kush është i kësaj skuadre. Dhe një fjalë ban, pra kur ti the që është mbajtur top sekret e gjitha, kjo për shkak mos cënuar negociatat. Sepse plani B ka ekzistuar. Presidenti ka pas çfarë fare. Po nuk e ka bërë të ditur që ta kuptosh. Ju referova. Jo, po pikërisht pra nëse kemi pasur 2-3 kandidatë. Nëse do publikojë një emër, atëherë do të ishte një presion në negociata ka një tjetër, kështu që presidenti ka mbajtur shumë, ka qenë shumë fair, shumë i drejtë në të gjithë situatën që është krijuar. Pra duhet ta zgjidhte në këtë mënyrë që të jap garancinë 100% në negociata ish trajnerit Silvino dhe pastaj nëse do të kuptojmë negociata, po këtë mund ta thotë presidenti pastaj që a ka pas dhe alternativa të tjera. Apo ka qenë vetëm që kanë qenë disa alternativa për të cilat ka qenë në dieni edhe trajneri Silvino, po ashtu edhe trajneri Marang, kështu që gjatë diskutimeve sigurisht që kanë qenë këto alternativa. Ndërkohë ndjekim edhe fjalën e parë të trajnerit Marang si trajneri kombëtar shqiptar pikërisht në konferencën për shtyp që u zhvillua ditën e djeshme dhe e kthehemi komentojmë në studio. Kam ndjekur nga vicino la nazionale albanese, per cui vi vanno tutti i miei complimenti. Questo keni gjithë komplimentet e mia. Al ringraziamento al presidente per chi mi dà la possibilità di allenare una nazionale che rappresenta un popolo con un grandissimo orgoglio e la promessa è quella di cercare di trasferire quello che è il vostro carattere, quello che è il vostro essere, questo amore per questa maglia, per questo
questa nazione, cercare di trasferirlo in campo dando tutto me stesso e cercando di far dare tutto alle persone che lavoreranno con me, dal mio staff ai giocatori a tutte le persone che conoscerò adesso qui in federazione. Per cui per me è un impegno morale che mi prendo, perché scusate, mi emoziona anche un po' perché è una cosa che sento, è una cosa che sento veramente forte, questa missione, per cui Shfaqet entuziast trajneri Maran në fakt në konferencën e parë për shtyp si trajneri I kombëtarës shqiptare. Ronaldo, një nga ato elementet që ai përmendi në fakt në fjalën e tij dhe një nga pyetjet që u drejtuan nga gazetarët ishte në lidhje me objektivat që janë me të kombëtarës shqiptare për post Nations League apo pjesëmarrësin evropian. Ai tha që ëndra ime është praktikisht ëndra juaj edhe një ëndër e madhe si botrori. Si e shikon këtë? Trajneri Maran e nisi konferencën le të themi duke qenë që një nga objektivat e tij gjithmonë edhe gjatë karrierës së tij është që në fushë kërkon një ekip agresiv. Dhe kjo është gjëja e parë që ai do të kërkojë të përçmojë dhe tek ekipi kombëtar I Shqipërisë dhe më pas për të arritur të gjitha objektivat që janë vendosur si nga në kontratë edhe nga presidenti Duka, duke filluar nga vendi I parë në Ligën e Kombeve për të vazhduar më pas me objektivin që është kampionati evropian dhe për të bërë realitet gjithë ëndrën e shqiptarëve kampionati botror. Alban. Taktime që diskutim ndoshta se te kjo pjesa e tani trajneri ato që thot ndonjëherë thuan edhe për fort zakonit, në konferencë shtypi ti do dalësh ti thuash. Problemi është çfarë do shohim ne në fushën e lojës. Çfarë produkti do arrit të prodhoj kombëtarja e Rolando Maranit. Ai njihet si një trajner le të themi defensiv, nuk është se njihet si një trajner që është për vetë rol që ka patur skuadrat, ka drejtuar në kohët e tij më të mira, përmendi Ronaldo, përmendi edhe Catanian, që ka patur një mesatar rreth, unë e kam komentuar atë kampionat, ka qenë super sezon, Catania fantastike, 4-3-1-2 mos gaboj, luante Mascara, ka qenë një 10 I bukur, lojtar me shumë fantazi, kishte një grup shumë interesant, që një pjesë e mirë atyre lojtarëve ushitën pastaj në Europë. Dhe që aty pami futboll të bukur, por në pjesën më të madhe është trajner mbrojtës. Trajner që pak a shumë I lloj Debiazin mund ta quaj, që preferon që të mbyllet brapa, ndoshta edhe të kundërsulmoj. Deri diku këtu jam dakord sepse edhe Shqipëria hyn në rangun atyre skuadrave mes e poshtë në themi në Europë. Edhe te ky aspekti pastaj, problemi është që ne kemi edukuar një tifozeri I kohët e fundit që është shumë e ndjeshme dhe I pëlqen futbollin e bukur, futbollin dinamik, futbollin sulmues. Ne kemi kaq vite që luajmë me një sulmues përpara. A do të arrit ta bëj të luaj me 4-3-1-2 ky lloj trajneri? Provoj të imponohet kundërshtarit. Pak a shumë të gjithë ne brenda vetes tonë presim që të kemi diçka ndryshe nga çfarë kanë ofruar trajnerët e mëparshëm të kombëtarëve shqiptarë. Nuk e di nëse e ndjeni edhe ju, po unë brenda vetes ndjej që duhet një trajner që ta ndryshojë këtë qasin që kemi në ato 90 minuta edhe përballë kundërshtarëve. Dhe unë uroj shpresoj që ta shoh që ndeshjet me Izraelin dhe me Luksemburg, që janë ndeshje pa presion, edhe ku skuadra mund të shprehet më mirë. Padyshim që duhet të jemi të hapur edhe për prurët e reja, lojtarë që po bëjnë mirë gjithandej nëpër Europë, sepse jemi të dishëm që numri nga 23 që thrasin mund bëhet edhe më I madh dhe të luajë dhe të meritojë, mos harrojmë që kemi edhe ky mund të jetë në periudhën e Rolando Maran mund të jetë një cikël ndryshimesh për disa lojtarë që kanë plotësuar po I afron asaj moshës së perëndimit apo fundit të karrierës tyre dhe zakonisht historia e kombëtarëve shqiptarë ka treguar që ndonjëherë këta lojtarët kur vjen fundi nuk performojnë ndoshta si duhet e mund të thejë edhe një problem dhe aty duhet një trajner që me guxim që t'i shohë sy dhe ndoshta mund t'i ulë në stol pa krijuar edhe polemika. Ka edhe një proces përshtatje. Pra si kthehet në trajner të ekipit kombëtar një trajner I cili ka qenë vazhdimisht trajner klubi. Po futbolli është futboll. Jo, dakord, por procesi është komplet ndryshe. Pra ky procesi I përshtatjes së trajnerit me pozicionin e ri të tij, pra quhet trajner futbolli apo trajner futbolli një ekipi kombëtar, do të fillojë tani dhe do të japi rezultatet dhe produktin e saj. Filozofia është kjo. Ti vetë si e pret domethënë që ndryshoj. Tash këtu jemi, për këtë duhet të sqaroj. Pra, të gjithë këta lojtarë që kanë kaq shumë eksperiencë në ekipin ton kombëtar,
që janë lojtarë me 7 ndeshje, me 8 ndeshje. Do të drejtohen nga një trajner i cili nuk e ka një eksperiencë të tillë me ekipet kombëtare. Kjo periudhë, siç janë 2 ndeshjet e muajit qershor, apo dhe i gjithë procesi i ndjekjes lojtarëve nëpër klubet e tyre, mënyra se si do operoj me ekipin, me lojtarët, me mënyrën si do i përzgjedh, e gjitha kjo është një eksperiencë që do ta fitojë trajneri. Prandaj po them, do të është proces i përshtatjes së një realiteti tjetër. Nuk është më thjesht trajner klubi që ka lojtarët, do t'i vinë për ditën stërvitje, duhet shkojë ti ndjek, do të shikojë si performojnë. Dakor, jam dakord me këtë. E kam tjetër sens. Nuk e kam ke trajneri kjo do jetë. Problemi është si do të administrojë këtë situatë, sepse s'do të përmend emra, po ke lojtarë në sul në mbrojtje që janë jo, s'është puna minutave më shumë se sa. Tani flasim troç. Broja po them do shohim si do jetë ardhmja e Brojës dhe sa minutazh do marrin nga këtë tutje. Çfarë do ndodhi me Manajn? Sepse Manaj është Sivaspor momentalisht provoi të shkonte jashtë Turqisë, po kthy prap është pak sa e turbullt edhe ardhmja i do ketë Manaj. Çfarë do ndodhi me Hysain? Hysa ka eksperiencë dhe kemi Balliun që nuk po gjen hapësira më tek jemi që këto janë të gjitha kthehen probleme dhimbje koke për trajnerin. Ama ka dhe një të vërtet, që jemi në grupin në ligën C të Nations League dhe jemi ekipi i renditur në vendin e parë. Nëse deli dyti? Po jo pra jo, edhe një herë ka pra në parashikim. Se unë për mendimin tim, ne nëse do të shkojmë në kampionat evropian prap, ne po s'dolën të parët këtu. Ky është shansi më i mirë që kemi. Unë kam qenë gjithmonë Partizan, nuk kënaqesha kur ishte tek Liga B. Po kush është Partizan Divani? Sepse ne, jo, kam qenë jo në atë kuptim. Kam qenë gjithmonë pro idesi ne do të luanim në ligën e tretë, që kur shedhur, duke qenë se e kam studiuar që kur filloi Zanafilla në ndryshuar shumë ajo rregulloria e Gjeorgjia, Maqedonia kanë shkuar në Europian nëpërmjet kësaj. Dhe këtu do të kushtuar vëmendje maksimale. Nuk është se u gëzova shumë që shkum tek B-ja se në fundit B-ja ishte okay për të luajtur. Problemi është këtu që ne duhet të luajmë fort për të kapur finalet e Europianit. Pastaj kapim çfarë kapim? Tek kualifikuesët është gjë tjetër ekstra pastaj. Duke mbetur përsëri tek zgjedhjet që mund të bëjë trajneri Maran, zakonisht ndonjëherë pas një cikli të një trajneri që ka arritur sukses të caktuar, siç ishte rasti i Biazit apo edhe i Silvinjos së fundmi me arritjen në Europian po ashtu edhe në play-offin e botrorit, mund të ndodhësh një risk le të themi që ndoshta në varësi të menaxhimit të skuadrës, mund të ketë një periudhë dobësie ose rënje në skuadër. Si mund ta menaxhojë trajneri në këtë rast dhe sa mund ta ndihmojnë qoftë miqësorët ose qoftë Nations Liga për ta ruajtur atë linjën e mirë, sepse edhe pritshmëritë, qoftë të tifozëve, qoftë të profesionistëve janë rritur shumë për Shqipërinë. Pa tashmë nuk konsiderohet më një rezultat i mirë, thjesht një barazim apo një fitore minimale. Trajneri, aftësia e tij do të jetë këtu për të dalluar kush janë lojtarët cilët arrin të japin maksimumin te kjo pjesa, tek pjesa e lojës. Ndaj thash përmenda disa emra që janë pothuajse drejt fundit po e mbyllin ose kanë kaluar të kulmin e eksperiencës me ekipin kombëtar, por mos harroj Silvinjo, sot i lojtar që ne u habitëm kur erdhi. Julian Shehu për shembull, unë mendoj që ka qenë nga zbulimet më të mëdha që Silvinjo ofroi. Mund të kisha ofruar një lojtar tjetër, po Jasili ishte deri diku ishte zbulim patjetër Jasili, po që ishte i konfirmuar. Kurse Juli për shembull ishte lojtar i cili asnjëherë si kishte shkuar mendje. Në Poloni apo në Kroaci për shembull ishte Selaj që ne kemi pasur kombëtari doli kampion me Rijekën, po që nuk u thrit, mund të ishte thrit ai. Po Juli për shembull erdhi u çfaq aty dhe i mori vendin, nuk e di, Ramadanit kujt ja mori vendin. E kupton? Kështu që edhe të bëri titullar të disa elementeve të rëndësishëm, fakt që kanë qenë shumë stabil. Po Mita një herë u bë. Pati një periudhë për shkakun që u vu gishti tek Tavlan Seferi që Alban Mita e ka postoi Bajramin. Alban Mita e ka qenë pritshmëri maksimale e ekipeve kombëtare. Mita nuk është lojtar i dalë rastësisht, nuk është i përzgjedhur nga, domethënë çdo trajner, dëgjoj. Kjo treshe që ka luajtur bashkë janë po e njëjta moshë. Pra Shmuçi është Mita është edhe Broja. Pra këta kanë qenë të spikatur, domethënë kemi pasur pretendime të jashtëzakonshme që në kampionatin evropian për 19 vjeçar në Belgjik 2019 ose 2020, më kujtohet viti, për të qenë vendi i parë në grup. Pra Bogdani duket, ka qenë kombëtar Bogdani? Jo, ka qenë kombëtar në Vildetes. Pra trajneri ka qenë Dede. Dhe për shkaqe të tjera pastaj aty pati një parregullsi. Pra domethënë që këta kanë qenë spikatë, ai ky Mita në mënyrë natyrale ka ardhur dhe është aktivizuar në formacion me ekipin kombëtar të Shqipërisë, pa luajtur me ekipin e 21 vjeçarëve akoma. Pra në këtë aspekt do të them që janë disa që janë shumë të dukshëm.
Unë mendoj që ky do të nga problemet e para do ketë trajneri për të bërë një ekip. Ky s'është problem. Kjo vetëm gjë, janë aty dhe po presin tani bazë. Duhet neve për këtë kemi atë listën e gjerë me 40 lojtarë, e cila mund të lëvizin disa dhe mund të futen disa të tjerë, po vetëm në bazë të kësaj liste ne mund krijojmë përshtypje që kemi potencial për të përzgjedhur ekip pretendent dhe me cilësi në futboll. Duke marrë parasysh sigurisht edhe kalendarin e ndeshjeve të Shqipërisë në drejtimin e trajnerit Maran, përveç ndeshjeve miqësore që do të luhen në qershor, shohim edhe kalendarin e ndeshjeve të Nations League, të cilat nisen në datën 26 shtator, pikërisht ndaj Bielorusisë, më pas udhtojmë në San Marino në datën 29 shtator, udhtojmë në Finland në datën 3 tetor, rikthehemi në Shqipëri për të ndeshur me San Marino në datën 6 tetor dhe më pas janë dy ndeshjet e fundit të muajit nëntor, Shqipëri-Finland në datën 12 nëntor dhe Bielorusi-Shqipëri në datën 15 nëntor. Për sa i përket kalendarit, Renaldo, e thamë edhe më herët që shtatori do të jetë muaj decisiv, shtator-tetor, ajo periudha që është risi edhe e këtij sezoni të Nations League, si mendon se mund të ndikojë tek skuadra? Po, patjetër, ky grumbullim do të ketë një risi të veçantë, pasi për herë të parë do të luajnë 4 ndeshje brenda një grumbullimi, pra fundi shtatorit dhe fillimi tetorit. Besoj do të jetë prova e parë për e vërtet për trajnerin Maran. Kemi kundërshtar si Bielorusia, Finlanda, që le të themi në diferenca jemi të përafërt, dhe një kundërshtar modest si San Marino. Patjetër objektivi është për të arritur vendin e parë dhe besoj që do të synojmë, duke qenë sepse edhe nëse nuk mund të sigurojmë kualifikimin nga kualifikuesit e Europianit, mund ta tentojmë edhe nëse do të kemi sukses në UEFA Nations League. Mos harrojmë që Suedia e arriti botërori nga UEFA Nations League, kështu që gjithçka është e mundur. Po, do të ishte një as shumë mirë. Fat, shorti ka të bëjë. Për shembull në fazën e 4 ndeshjeve të parë do të luajmë 2 herë ndaj San Marinos. Çfarë thotë që këto 6 pikë që pretendohet që ndoshta dhe ekipet e tjera do t'i fitojnë ndaj saj, ne vi marrim të parët. Pra në aspektin e klasifikimit pas 4 ndeshjeve, unë nuk besoj se mund të jemi në një pozicion të ndërmjetëm. Pra neve pothuajse vetëm nëpërmjet ndeshjeve ndaj San Marinos mund kemi arritur një rezultat pozitiv për qenë të para në grup pas ndeshjeve të para. Pas 4 ndeshjeve të para, për shkak se do të luajmë 2 herë me San Marino. Po mendoj gjithashtu që ekipi kombëtar, ekipi i Shqipërisë është në nivel shumë më të lartë se Bielorusia. Edhe nuk e kam parë Finlandën së fundmit, por di që nuk është Finlanda ai ekipi i viteve të shkuara. Ndoshta dhe eksperienca që ne kemi fituar Riza duke u ndeshur qoftë në Ligën B, pavarësisht se ishte ndoshta pak e vështirë për ne, por nga njëra anë na ka rritur në eksperiencë duke u ndeshur me Gjorgjin, me Çekin, Ukrainën apo edhe gjatë Europianit. Në Ligën B, pavarësisht se ne u rendim të fundit, pikët në grup nuk kanë rëndësi. Pikët në grup u ndanë me 2 pikë diferencë. Një barazim me Ukrainën. Pa 2 pikë diferencë ishte pra 2 ekipet e para dhe 2 ekipet e fundit, pra e para e dyta kishin 2 pikë më shumë se sa e treta dhe e katrata. Pra, grupi ishte në ekuilibër, kjo ishte po që kualifikuesit e Nations League nuk ishin aq të mira për sa tekon performancës. Kishte shumë ulje ngritje dhe që nuk e di nga erdhi, ishte komplet ndryshe nga kualifikuesit që patëm tani në Kupën e Botës. Po jo pra se ka ndryshim për sa i përket edhe një herë Alban. Në eliminatorët e kampionatit botëror, shorti i hidhet nëpërmjet vazove. Jo nëpërmjet ligave. Pra ti në vazo formohet, pra grupi dikush cakton vazot. Renditja Nations League. Jo pra, nuk kanë si. Grupi. Po jo pra cakton. Po unë di tash se bën nëpërmjet koeficient përgjithshëm që ka një ekip. Nations League. Atëherë, grupi formohet nga një ekip i vazës parë, që ishte Anglia. Një ekip i vazës dytë, që ishte Serbia, një ekip i vazës tretë që ishim ne, dhe kështu pra ti në këtë grup ti ke 2, le të themi që ke pjesëtar edhe të ligës D në Nations League. Ti luan me ekipe që janë prapësisht të barabarta në nivelit tënd. Po sidoqoftë kjo eksperiencë mund të na ndihmojë edhe ndoshta për të qenë na ka ndihmuar për të rritur ndoshta edhe si skuadër. Ndërkohë duke mbetur përsëri tek Nations League ishte një nga objektivat në fakt që u përmend edhe nga presidenti Duka në fjalën e tij në konferencën për shtypjen e djeshme. Ai theksoi që është objektivi fillestar, pra arritja e vendit të parë në Nations League dhe më pas kualifikimi në Euro 2028. Ndjekim dhe fjalën e presidentit Duka dhe kthehemi komentojnë në studio. Kemi vendosur che era la fine di un ciclo që të mbyllet ky cikël, një
cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente a tutti. Allora conosco benissimo Albania, Tirana, a tutti voi ringrazio veramente tanto. Ringrazio anche al Ministro e al Presidente per la fiducia di lavoro, certamente a più di 100 persone che lavorano in questa federata, tanti di loro conoscono il tecnico che abbiamo, a tutti i calciatori che da noi ha fatto un percorso da 3 anni e mezzo, abbiamo cresciuto tutti insieme, e certamente l'ultimo. I tifosi appassionati della nazionale. Il supporto da tutti voi è stato per noi veramente un segno molto positivo di tutto quello che abbiamo fatto, che ha dato tanta energia per lavorare ogni giorno per fare il migliore. Poi Në fakt fjala trajnerit Silvinjo ishte trajneri Silvinjo, i cili në fakt u shpreh emocionuar dhe shumë falendërues shumë ndaj federatës, ndaj presidentit, po ashtu edhe gjithë njerëzve dhe stafit me të cilin ai ka punuar gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë. Xhihani, një eksperiencë e bukur kjo e Silvinjos, një mbyllje në fakt interesante për faktin se u nis pikërisht ndaj ndeshjes ndaj Polonisë, ndërkohë u mbyll, le të themi sigurisht ndeshja e fundit ishte ndaj Ukrainës, po zyrtarisht ndeshje zyrtare ishte pikërisht ajo ndaj Polonisë në play-off. Si e ke parë këtë rrugtim poetik në një nga Varshava në Varshavë, dhe duket sikur e thritëm atë sepse nisim tu në Varshavë, thash dhe i bëra një pyetje, me një humbje në Varshavë nisi cikli juaj, thash, tjetër humbje mund të nis, ishte një pyetje me në kuptim që mund të nis një cikël i dytë. Ai u mundua, ju ishit që përkthyet, u mundua ta devijonte, ta driblonte, duke mos dhënë përgjigje, po që kuptimi ishte asaj që mund të nis prapë një cikël i dytë Silvinjos. Mendoj që Silvinjo i mori maksimumin dhe është eksperienca e tij më e mirë si trajner që ka pasur ndonjëherë, të karrierë të shkurtër si trajner. Për vetë arritet që ka pasur, arritja direkt në finalet e kampionatit evropian, 3 ndeshje në grup ferri, vështirë, shumë vështirë, me një që doli kampione e Europës, po në atë grupin ton, dhe arritja në vendin e dytë duke lënë bas Serbinë, unë mendoj që është trajneri më i suksesshëm që Shqipëria ka pasur ndonjëherë. A duhet vazhdonte apo jo? Kjo është çështje tjetër, që nuk na takon neve, i takon atij që është i zoti i punës, nëse mund ta themi kështu, që ta caktoj dhe ta ndaj, por që unë mendoj që gjërat fillojnë, arrin kulmin e tyre dhe mbarojnë, vjen ditë që mbaron, edhe mendoj që ashtu si Zidane që mbylli me lavdi në Francë, me Francën e tij vitin 2006, mendoj që dhe Silvinjo ndoshta bëri mirë që mbylli një cikël, duke lënë një shije shumë të mirë dhe për të mos bërë krahasimin ndoshta me periudhën e Debiadit, shkoi në Europian dhe pastaj një vit ishte i tmerrshëm, pastaj që pothuajse asgjë nuk funksiononte me ecurinë e kombëtares tonë. Kështu që të heqim kapelen këtij Silvinjos, edhe pse nuk e kisha të kasketën që e mbante ndonjëherë për respekt, por që lë një shije të mirë për gjithë shqiptarët, përtej kritikave, se kritika do ketë në një ndeshje të gjithë i munduar, është pjesë e procesit që një opinionist apo një gazetar të bëjë një pyetje kritike, se ç'kuptim do kishte pastaj që nuk do funksiononte pastaj edhe si media, por që në total për mendimin tim, kemi pas një trajner që arritit Shqipëria i dha shumë, po dhe ai i dha Shqipërisë. Do të themi sigurisht për diskutuar përsëri për trajnerin Silvinjon dhe statistikat e tij në krye të kombëtarës shqiptare, por ndërkohë do të ndjekim insertin me fjalën e presidentit Duka pikërisht në konferencën për shtyp, falënderimin për ish trajnerin Silvinjo dhe nga ana tjetër edhe mirëseardhjen për trajnerin Maran dhe sigurisht objektivat e tij në krye të pankinës Kuqezi. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinjo dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të
Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emrin të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për të qenë pjesë e botrorit 2030. Deklaratën e presidentit Duka në konferencën për shtyp të dy trajnerëve praktikisht të kombëtarës shqiptare. Ronaldo mbetemi përsëri tek objektivat siç e përmendi edhe presidenti Duka, sa të arritshme të duken në varësi sigurisht të kalendarit, po ashtu edhe të ndoshta lojtarëve të rinj të cilët mund të grumbullohen ciklit të kombëtarës. Unë mendoj që e cekëm dhe më parë, boshti i lojtarëve është dhe besoj që edhe trajneri Maran do të niset nga lojtarët me eksperiencë, duke nisur nga kapiteni Berat Xhimshiti, Elsa Tysa dhe tjerë në radhë. Dhe besoj që arritja e objektivit, pra vendi i parë në UEFA Nations League, është një objektiv i arritshëm dhe besoj që trajneri i ri do t'ja dalë mban dhe do të jetë akoma dhe më e lehtë për të synuar më pas kualifikimin për në kampionatin evropian. Mbetet gjithçka për tu parë, normalisht që në ndeshjet e para miqësore do të jetë një provë, le të themi, për trajnerin, ndoshta nuk do të jetë presioni që do të ketë në Nations League, por gjithsesi do të jetë një provë, duhet parë edhe lista e lojtarëve, nuk besoj që do ketë shumë ndryshime, por gjithsesi mund të ketë risi edhe nga lojtarët. Nuk ka provë. Dy ndeshje miqësore. Janë dy ndeshje miqësore. Nuk mund të jenë provë për trajnerin. Provë jo në faktin mundësi, le të themi për të dhënë mundësi lojtarëve të rinj. Jo lojtarëve të rinj. Lojtarëve të rinj, të cilët ndoshta të rinj në sensin e të qenurit titular apo çdo lojtar që luan me ekipin kombëtar do duhet të prezantohet përpara trajnerit që ka marrë në dispozicionin e tij drejtimin e ekipit kombëtar. Pra dhe duhet të prezantohesh sa më mirë. Do të kesh sa më shumë minuta në dispozicion që të prezantohesh sa më mirë. Çdo trajner ka mënyrën e tij të përzgjedhur lojtarëve, ka mënyrën e tij drejtimit të ekipit, ka mënyrën dhe modulin e tij për të luajtur futboll. Ndeshjet miqësore janë dhe një mundësi për të ofruar lojtarë të rinj. Në këtë kuptim, në këtë kontekst, duke qenë sa i vjen nga futbolli italian, ne kemi shumë lojtarë cilësor atje që kanë qenë edhe pjesë e listës zgjeruar të trajnerit Silvinho, që ndoshta në të ardhmen mund të bëhen pjesë e listës së trajnerit Maran. Patjetër. Ndërkohë për ta mbyllur diskutimin me ish trajnerin Silvinho, janë statistikat të gjithë rrugtimit të tij në fakt në krye të kombëtarës shqiptare, duke nisur që nga ndeshja e parë ndaj Polonisë në Varshavë, duke u mbyllur me ndeshjen në Ukrainë, ndeshja miqësore pikërisht pas play-offit fakt të botrorit, janë në total 34 ndeshje, 15 fitore, 7 barazime, 12 humbje, 40 gola të shënuar, 30 gola të posuar. Çfarë thon këto statistika për ty, Alban? Duke marrë parasysh edhe stilin e lojës edhe çfarë është arritur, jo thjesht në nivel sa gola janë shënuar apo posuar. Është trajneri i tretë për numrin e ndeshjeve, me De Biazin 54 ndeshje, Edirea 38, Silvinho me 31 ndeshje, ka numrin e dytë më të madh fitore pas De Biazit, i ka shumë më tepër ndeshje, 21 fitore me 15 Silvinho, 14 Edirea. Mesataren pastaj e ka më të lartë nga gjithë, sepse ka përqindja e fitores është tek 48-49%, që është goxha larg, po themi, De Biazit me 39% apo 37% e Edireas. Kështu që për sa takon shifrave dhe arritjes, shkuar në kampionat evropian dhe vendi i dytë në finalet e botrorit është absolutisht the best, më i miri që ne kemi pasur nga 2002, po themi, që kur nisi gjithë kjo odise e trajnerëve të huaj me eksperiencën e shkurtër të Dosenës, me Brigilin, me Baric, pak ndeshje Kovačić ndihmoi në fundin kur iku Baric, Arihan, me Kuzhe, Musa Danagic një periudhë kur Kuzhe kishte probleme edhe shëndetësore. Pastaj filloi periudha e gjatë, trajneri më të gjatë De Biasi, Panucci, që nuk funksionoi, Reja, Silvinho, dhe tani jemi me Rolando Maran. Pra i bie trajneri i 10 i epokës Duka dhe trajneri i 5 italian, Dosena, De Biasi, Panucci, Reja dhe Maran. Ne themi italian, po ky trendi për sa i takon trajnerëve italian ka filluar vitet e fundit, se po të shohësh parët gjerman, kroat, holandez, kroat, nuk është se kanë qenë italian pa tjetër, se u tha që unë mendoj që nuk ka lidhje gjuha, po qofse ka shëptitet në bulevard apo të pedonalia apo këtu italisht do të qenë gjithë ditën. Patjetër. Kështu që nuk besoj që duhet etiketuar kaq shpesh italian, shqiptar, unë nuk shikoj më diferenca. Prandaj e përmenda që nuk është se kanë qenë të gjithë italianë, domethënë. Prandaj thash që trajneri Maran është eksperjenca e parë jashtë futbollit italian.
Normalisht duhet përmendur. Po le ta quajmë pra Shqipërinë dhe Italinë dy shtete që sigurisht kanë edhe marrëveshje shumë të mira qoftë edhe për futbollistët që aktivizohen në Serie A. Ndërkohë Ronaldo për ta mbyllur pak me trajnerin Silvinho, si do ta vlerësojë gjithë rrugtimin e tij? Patjetër, përveç rrugtimit shumë pozitiv që ka pasur, do e ceke edhe diçka tjetër për trajnerin Silvinho. Mos gaboj, nga trajnerët e huaj që Shqipëria ka pasur, ka qenë trajneri i parë që ka jetuar në Tiranë dhe ka punuar çdo ditë, le të themi, në pranë Federatës Shqiptare, në zyrat e Federatës Shqiptare të futbollit. Dhe kjo ishte diçka e veçantë, edhe në aspekt njerëzor ka qenë shumë i afër me stafin administratës dhe kjo ka qenë diçka e veçantë. Më pas për të shkuar te rezultatet që ai ka arritur, pra të gjitha ato numri ndeshjeve i fitoreve të arritur përkthehen në objektiva, kualifikimin në kampionatin evropian, vendi i dytë në kualifikuesit e botrorit, për herë të parë në fazën play-off të një botrori, që tentuam të shkuam në botror, janë objektiva maksimale që mund të merren nga një ekip. Dhe mendoj që ishte e nevojshme fillimi i një cikli të ri, ashtu siç edhe presidenti Duka e cegu në konferencë, pra mbyllim një cikël dhe nisim një cikël të ri. Sigurisht urojmë që të ketë patjetër sukses edhe trajneri i ri Rolando Maran, po ashtu edhe sukses sigurisht ish trajneri Silvinho në sfidat që ai do të ketë në vazhdim. Ndërkohë mbyllim diskutimin me kombëtaren shqiptare dhe fokusohemi në Final Four. Janë luajtur 2 ndeshjet e para në fundjavën e kaluar, ndeshja Vllaznis ndaj Dinamo Cityt dhe po ashtu Elbasani ndaj Egnatias. Rezultate të cilat ishin paksa surprizuese, duke marrë parasysh edhe renditjen pas javëve të rregulla të kampionatit Abisnet Superiore, ku në fakt Vllaznia u ndal ndaj Dinamo City në rezultatin 0-2 dhe Elbasani humbi ndaj Egnatias në rezultatin 0-4. Rezultate surprizuese, Ronaldo, për sa i përket edhe surisë që kanë pasur deri më tani në kampionat të ekipet? Patjetër, mendoj që rezultati më surprizë ishte humbja e Vllaznis. Dinamo vinte nga fitoria e finales, pra fitoria e kupës së Shqipërisë. Le të themi, është shumë e vështirë për të pretenduar dhe për të fituar kampionatin, pavarësisht se matematikisht është ende në lojë. Besoj se kjo javë që vjen, fundjavë, që janë 2 ndeshjet e radhës, do të jenë vendimtare për sa i përket titullit kampion. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes Vllaznis Dinamos, besoj që ishte një hap fals për Vllaznin, u ndal nga Dinamo, humbi 0-2. Përveç humbjes nuk është se tregoi ndonjë gjë të madhe, le të themi, në fushë dhe nuk është se e kërkoi me ngulm fitore, pra nuk dha më të mirën, pavarësisht që ndikoi pak edhe kartoni kuq i lojtarit Bajramaj, dhe më pas ishte Malomo dhe James që vendosën ndeshjen për Dinamo. Po, ndërkohë klasifikimi pikërisht pas 2 ndeshjeve të para të Final Four është Vllaznia në krye me 31 pikë, Egnatia me 31 pikë, Elbasani me 31 pikë dhe Dinamo City me 27 pikë. Giani, cilat ndeshje të surprizoi, le të themi, në këtë fundjavë të parë? Egnatia, padyshim për vetë rezultatin e thellë që bëri ndaj Elbasanit, që deri përpara kësaj sfide realisht e pash si skuadër më në formë të momentit. Të këtij muaji që se ti mund të luash gjithë sezonin, por po nuk ishe në formë në muajin e fundit, në ndeshjet e fundit, se vetë formula e thot. Më ka befasuar për keq Elbasani, nuk ka mundësi që ta shpërdorosh sepse kjo është një renditje edhe golash. Ai -4 në fund Elbasanit mendoj do t'i rëndoj shumë. Apo jo, më ndihmon renditja është me golabarazh apo jo? Përballje direkte, më pas merret golabarazh. Përballje direkte gjatë sezonit. Përballje direkte gjatë sezonit dhe në Final Four. Edhe në Final Four. Pastaj futet golabarazh. Pastaj golabarazh. Çdo do merret në total. Nuk, domethënë, siç kanë qenë rregulloret, trashëgohen. Momentalisht që janë me 31 pikë, unë shoh Ignatia që është me +4 apo jo? Po, jo për kë renditjen e parë, për shkak se ka grumbulluar më shumë pikë në përballje direkte, po. Vllaznia vjen Elbasani dhe pas Egnatia. Pra merret përballje direkte në fillim. Vllaznia nuk e pash mirë në këtë fund sezoni, jo aq e gazuar sa ka qenë gjatë sezonit, ku pati një periudhë ku realisht mendova që Vllaznia nuk do ketë rival dhe le të themi ka kryesuar për pjesën më të madhe të sezonit kampionatin, por që kjo formulë të do në formë në muajin e fundit, ti mund të bësh çdo gjë, përgjithësimi i pikëve sigurisht ka bërë edhe të vetëm, por nuk është se me Elbasanin aty ishin të dyja, nuk është se ka pasur një diferencë të madhe. Një pikë e humbet Vllaznia në përfaqësim. E humbet për vetë sistemi që ka. Faktin që është ka qenë me numrin tek të grumbulluar pikësh në fund të sezonit. Nëse do kishte numër çift. Dhe tani Flori mendoj që eksperjenca e Ignatias, pavarësisht se ka ndruar trajner, por ai grup lojtarësh e di çfarë do të thotë fitosh kampionat dhe të luash Final Four. Është faktor shumë i rëndësishëm për të fituar. Dhe kjo fitore 4-0 e ka karikuar maksimalisht ambientin e Rogozhidës dhe kam përshtypjen që dhe Elbasani tani dhe Egnatia
dhe Elbasani dhe Vllaznia shohin pak me frikë Egnatian në këto dy ndeshje të fundit që kanë mbetur. Tjetë ndeshje kyçe e Tita Shtun, pra Vllaznia Egnatia. Në aspektin Shiko, po t'ishte në Shkodër, do kisha një lloj dyshimi, po këtu në Albania në aspektin e organizimit të Final Fourit, rezultatet e dy ndeshjeve të para ishin surprizuese, por ishin pozitive në aspektin e organizimit. Për shembull, imagjinoni tani fitoret e dy ekipeve tjera, për këto që u mundën. Fitoren e Vllaznis dhe fitoren e Elbasanit. Pra do të mbetej çdo gjë, do zgjidhej nëpërmjet ndeshjes tyre direkte. Që do thotë që disa ndeshje nuk do kishin vlerë. Në këtë aspekt, kampionati ka dhe garë, pa Final Four ka dhe garë, është më i gjallë dhe është shumë i diskutueshëm. Pra është akoma secili nga ekipet ka mundësi matematike që të jetë fituesi i Final Fourit. Në aspektin e ndeshjeve, pastaj për shembull, për ndeshjen e Vllaznis aty ka specifik, pra dominon fakti që është me një lojtar më pak. Pra Dinamo luan në fushë neutrale, Dinamo luan në fushën e saj. Luan në Air Albania Stadium dhe është ekipi i kryeqytetit. Pra në këtë aspekt ajo ndeshje është në fushën e saj, ndërsa Vllaznia është udhëtuese dhe kur shoqërohet pastaj me daljen me karton kush lojtarit për shumë minuta, dhe dy miqtë gjatë vështirësohen dhe më shumë. Kur shikojmë pastaj që është Dinamo që është në traditën e saj maksimale se si fitohet një ndeshje pa e kuptuar kundërshtarin, po si e ka trajnuar trajneri Daja për ta bërë një gjë të tillë, pra janë shumë faktorë, edhe dy miqtë që në fundin e ndeshjes, ky golat ndoshta do blenë atë renditjen e përgjithshme, kur Vllaznia edhe plotësisht në sulm për të shënuar golin e barazimit dhe vjen shosoj të dy fishime rezultatit. Kjo ishte ajo, domethënë në te Vllaznia mund termat përgjithshëm, një sekond Ronaldo, termat përgjithshëm ishte ndeshja. Ndërsa ndeshja tjetër, shikon, në futboll nëse do të mbrohesh dhe gjëja kryesore që ka një mbrojtës është ndërhyrja tek topi. Nuk ka asnjë që s'ke çfarë të bësh. Pra ai sulmuesi është me shpinë nga porta, është detyruar ta mbrojë topin, ta zotrojë topin, të përpunojë topin, triblojë shumë rrallë. Mbrojtësi ka vetëm një detyrë të ndërhyjë tek kundërshtari për të hequr topin nga këmba. Dhe nëse mbrojtësit fillojnë të liberalizojnë pozicionet e tyre pa ndërhyrje, pra ti zgjidhësh ti situata duke zbritur poshtë më poshtë dhe prit se të hyj, atje jep mundësi të jashtëzakonshme kundërshtarit që ai të kombinojë, ai të shënojë, ai të gjejë mundësi se pra duhet ndërhyrje nuk mund të shmanget kurrë një ndeshje futbolli nga mbrojtësit. Nëse ka dhe quhesh pastaj vetëm për të saktuar ti që tha Ronaldo, Dinamo vinim time nuk duket të ka shanse matematike. Ka një. Janë 6 pikë ndër lojë, vetëm me ndeshjet me pikë barabarta. Me pikë barabarta, por nuk e di, del vetëm me Vllaznin me pikë barabarta. Pra duhet fitojë 33 pa shkon Dinamo. Duhet fitojë të dy ndeshje. 33. Po pra. Nëse përfundojnë barazim, do të ketë një. Po vetëm me Vllaznin pra mund dali barazim. Vetëm skema po dali me Vllaznin 33-33. Gjithsesi është ende në lojë sepse ende 6 pikë, kjo është ideja. Nuk di ndeshje direkte. Do fitoj. Po tek Dinamo me pikë vetëm nuk del. Dinamo mund Elbasanin, nëse mund Elbasanin dhe Vllaznia Egnatia. Bëj skemën si duash. Dalin një barazim, shkojnë nuk ka pra me pikë 2 pikë. Vetëm me pikë barabarta me një ekip tjetër. Vetëm me Vllaznin mund dali me pikë barabarta, nëse të gjithë gjërat do shkojnë sipas e shoh minimale shanset e Dinamo. Janë minimale. Mendoj janë to treja. Dinamo do jetë ai plan prishsi për vetëm se Dinamo ka nivel. Dinamo mund të fitojë edhe me të gjitha. Mund të marrë edhe 9 pjesë. Dinamo mund të fitojë me secilin. Po pra, po momentalisht me anën psikologjike më lart shoh Ignatian favorite, ndërkohë që nuk e mendoja diçka tjetër përpara nisjes Final Fourit. Duke mbetur përsëri tek ndeshjet sfidat e fundjavës që vjen, Ronaldo, çfarë specifikash kanë, le të themi, si mund të diktojnë në një farë mënyrë edhe finalizimin e kësaj faze Final Four? Patjetër, në fundjavë ditën e shtunë në Air Albania në orën 19:00 luan Vllaznia Egnatia dhe më pas ditën e diel, por në orën 19 Elbasani përballej me Dinamon. Besoj që ndeshja më e rëndësishme, të dyja ndeshjet e rëndësishme, ndeshja më e fortë është Vllaznia Egnatia, ku do të vendos shumë edhe për titullin kampion. Në rast të një fitore të Vllaznis, Egnatia del jashtë gare, pra nuk pretendon më për titullin kampion, ndërsa në rast të një fitore të Egnatias pothuajse për shkak të diferencës për shkak po, të ndeshjeve direkte. Pra matematikisht del jashtë 31 dhe po del jashtë gare, po. Ndërsa në rast të një fitore të Egnatias, titulli do të vendoset patjetër edhe në çdo rast të mundshëm do të vendoset javën e fundit. Dhe duhet shihet dhe duhet shoh dhe reagimi i Elbasanit, se vjen pas një humbje të thellë me rezultatin 4-0
ndërkohë që Dinamo është, le të themi, pretendon, por matematikisht e ka shumë vështirë. Ndoshta do të jetë një motiv shtesë për Elbasanin për të kërkuar fitoren dhe për të qenë në garë deri në fund për titullin kampion. Pra nëse fiton Ignatia, Dinamo është jashtë. Patjetër, Dinamo është Dinamo del jashtë. Patjetër. Çdo lloj po ndeshja e fundit e Ignatia është Dinamo. Po shkohet, është Vllaznia Ignatia para. Po. Ditë nesme luan pastaj Dinamo, kështu që praktikisht do të thotë shumë kjo ndeshje Vllaznia Ignatia. Pra Ignatia do vendos shumë. Pret gjunjët e Dinamos një herë mirë. Dhe pastaj i bie që Elbasani duhet fitojë me patjetër ta çojë për finale. Po prap finalen se kanë me Vllaznin. Pa, sepse është një Elbasani ka avantazh në ndeshje direkte ndaj Vllaznis. Po me Ignatia? Edhe në ndaj Ignatias. Alban, se po të ishte kështu ishin bërë gjithë neshë me ditë, po nuk është shumë, do ta bëjmë këtë javë, pastaj do kalojmë javën tjetër. Vetë sigurisht për të parë se çfarë rezultatesh do të përcjell fakt edhe kjo fundjavë. Ju rikujtojmë edhe një herë që në ditën e shtunë do të luhet ndeshja Vllaznia Ignatia dhe ditën e diel do të luhet ndeshja Elbasan Dinamo City, që sigurisht do të jenë në orën 19 të dyja në stadiumin Erol Beja. Ndërkohë mbyllim këtu diskutimin edhe për Final Four dhe fokusohemi tek kampionati evropian i Sokas, i cili për herë të parë zhvillohet në Shqipëri, duke nisur nga dita e sotme, që kanë filluar edhe ndeshjet e para që nga orët e para të mëngjesit dhe që kulmon sigurisht dhe me ceremoninë e hapjes së këtij kampionati pikërisht në orën 20. Ne do të kemi një lidhje direkte tani me përfaqësuesit e organizatorit në këtij kampionati, Jurgen Deneri, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër në lidhje me specifikat e këtij eventi. Përshëndetje Jurgen, pas kam dy Jurgen këtu përballë, Jurgen Deneri dhe Jurgen Zela, përshëndetje. Ndodheni pikërisht në stadiumin, mini stadiumin i cili është krijuar fakt specifikisht për kampionatin e Sokas. Na jepni disa detaje si po shkon ndeshjet e para, edhe disa detaje edhe nga ceremonia që do të zhvillohet sonte në orën 20. Po në fakt jemi këtu tek mini stadiumi i ndërtuar në një kohë rekord në shtëpinë e futbollit, ku 28 skuadra do të marrin pjesë në kampionatin evropian të Sokas. Natyrisht është bërë një punë shumë e madhe, por për më shumë detaje do të thoja Jurgen Demnerin, drejtuesin e Soka Albania, po ashtu dhe organizatorin e këtij kompeticioni, na tregojnë më shumë se si kanë shkuar përgatitjet dhe se si ka qenë kjo ditë e parë, që nga orët e para të mëngjesit kanë nisur ndeshjet e para e kulmoi me ceremoninë e hapjes në orën 20, si dhe me sfidën e Shqipërisë në orën 21. Përgatitjet kanë kohë që kanë filluar të drejtën. Kemi mbi 10 ditë që po merrem në përgatitjen po themi të stadiumit, të fanzonit, të gjitha gjërave, po arritëm në një kohë rekord të ndërtojmë një stadium i cili u bë brenda 24 orësh, duke qenë se aktivitetet në federatë janë të shumta dhe normalisht fusha nuk kishim atë mundësinë që të kishim pak më shumë kohë për punuar, por gjithsesi mendimin e gjithë stafit FSHF-s dhe bashkëpunëtorëve tanë ja dolëm ta realizojmë këtë stadium në kohën e dur për 24 orë dhe kjo besoj ishte një rekord nga ana jonë për të bërë diçka kaq të bukur. Ndeshjet kanë filluar sot në orën 9 të mëngjesit, ku kemi nisur me ndeshjen e Irlandës ndaj Bullgarisë, e cila përfundoi me rezultatin 0-0. Kishte një numër të konsiderueshëm tifozësh, por kjo dreka tani është pak e vakat sepse dhe vapa bën vetëm, jemi me 27 gradë në momentin, kështu që besoj presim shumë mbasi kohat na ndihmoi pak të freskohet pak dhe gjithashtu i ftojmë të gjithë tifozët shqiptarë të vinë të na mbështesin. Ky europian nuk ndodh gjithmonë, ndodh një herë, kështu që të tregojmë kulturën tonë, të japim një shembull sa më të mirë dhe të shpresojmë që Shqipëria të ecë sa më lart. Na tregoj pak për detajet e organizimit, sepse sot ndromi në orën 20 ditë ceremonia e hapjes, ceremonia zyrtare. Çfarë do të presim? Pse do të vinë sot për ta ndjekur këtë ceremoni? Na zbulon disa surpriza, disa detaje të vogla. Atëherë, sot do të tregojmë traditat tona. Kemi zgjedhur një ceremoni të thjeshtë, shumë të bukur, me dy muzikantë, të cilët më të përmend janë Steve Boka dhe Lorenza Serrano. Gjithashtu do të kemi disa performanca për të treguar më shumë drejt motiveve tona popullore dhe çdo gjëje që Shqipëria ka dhe Tirana ka. E do të kemi disa surprizë në fakt në mënyrë që të shijojmë në orën 20 këtu në shtëpinë e futbollit në stadiumin që është ndërtuar brenda 24 orëve. Edhe diçka të shkurtër për skuadrën, çfarë do të presim nga kjo përfaqësuese e cila ndjen ndoshta peshën pak më tepër sepse kampionati evropian organizohet në vendin tonë, shtëpinë tonë. Patjetër, përgjithësia është mbi shpatullat e tyre. Janë siklet këtë pjesë, po kam përshtypjen që koha ka qenë mjaftueshëm për të përgatitur. Stafi ka përgatitur mjaft mirë të gjitha ndeshjet që mbasi jemi njohur me kundërshtarët. Ky kampionat ka diçka që është shumë e bukur që ti nuk ja ke idenë se me çfarë ekipi do të paraqitet kundërshtarit.
Kështu që stafi besoj ka vlerësuar maksimum që të përballë me çdo lloj kundërshtarit të mundshëm dhe shpresoj pas miqësorës me Italinë që fituam me rezultatin 2-0, shpresoj që dhe sot ta nisim me këmbë bardhë të fitojmë kundër Turqisë. Edhe ne shumë suksese, shumë fat përfaqësuesit tonë Kuqezi për të nisur me këmbën e mbar. Lida, faleminderit. Ka shtuar ose të përshëndesim. Shumë faleminderit për qiuar ndeshjen që zhvillohet pikërisht në këtë çast. Faleminderit shumë dhe shumë suksese edhe tek ceremonia që do të zhvillohet sot në orën 20, ku do të jesh dhe prezent faktikisht Jurgen. Ju përshëndes djem. Ronaldo, është një kampionat interesant, një futboll po ashtu interesant që tërheq shumë tifoz. Në fakt, cilat janë specifikat e këtij eventi që zhvillohet pikërisht në shpinën e futbollit? Patjetër është kampionati evropian i mini futbollit. Janë 28 skuadra ekipe kombëtare që do të luajnë, për të parë organizohet në Shqipëri, organizatori është Jurgen Demneri. Ka filluar kampionati ditën e sotme që në orën 9 të mëngjesit janë luajtur disa ndeshje dhe dita sotme do të kulmojë në mbrëmje ku në orën 20:00 do të zhvillohet ceremonia e hapjes. Të gjitha detajet i tregoi Jurgen Demneri, pra do të ketë muzik, fest, performanca, do të jetë diçka shumë interesante dhe në orën 21 do të fillojë ndeshja e parë e Shqipërisë, që është Shqipëri-Turqi. Shqipëria ndodhet në grupin A me Sloveninë dhe Kiprin. Nga dita e sotme, nesër dhe pas nesër, pra të njëjtën dhe të premten, Shqipëria do të luajë të 2 ndeshjet e tjera të grupit, po në mbrëmje në orën 21 dhe në ditën e të shtunën dhe të dielën do të luajë ndeshjet çerkfinale, finale, gjysmëfinale dhe finalja në mbrëmje ditën e diel ku do të mbyllet dhe i gjithë aktiviteti. Patjetër, është publikuar lista. Patjetër, trajneri Tan Seko ka disa lojtarë shumë interesant, edhe që vijnë edhe ish lojtarë që kanë luajtur në kampionatin shqiptar. Jamiri ka përmendur Lenida, është mentor Mazrekaj, ka shumë lojtarë interesant. Dhe është një aktivitet shumë interesant për të tjerë. Ti je pjesë e një ekipi të sokës, ti s'mund të jesh lojtar aktiv profesionist. Po limit moshe ka? Po ç'limit moshe do të ketë bën? Apo thjesht jo, nuk ka limit moshe. Pra ti do luash, po të kesh 35 apo. Jo, mund të jesh çdo moshe, por rëndësi ka që si je i federuar në një ekip profesionist. Duhet me 6 lojtar, 5 lojtar dhe një portier, në një format fushë të tepër të zvogëluar, format kalçeto. Okej, nëse e quhen kalçeto, por kjo është kalçeto, ky është format i mirëfillt, i përcaktuar për këtë. Dhe është interesant sepse është shumë i fortë, është shumë agresiv, është shumë dinamik, është shumë ritmik. Duhet shumë prerje e mirë fizike që të luash. Ato fitoret nganjëherë duket sikur janë shumë të lehta, por pastaj ndërlikohen shumë, edhe për shkak të faktit të prezisë lart fizike që do të kesh të marrësh pjesë në të. Do të jetë interesant për të gjithë këto të apasionuarit, se ne kemi në Federatën Shqiptare të Futbollit zhvillojmë ndeshje të këtij niveli në shumë fusha sportive në Tiranë, Durrës, në Shkodër ka qenë përpara disa vitesh dhe kjo do të thua i përfaqëson ata. Ata janë përfaqësuesit e ekipit kombëtar, ekipi përfaqësues i këtyre futbollistëve që do të njohin, le të themi, në sezonet e shkuara kemi pas rezultate të mira, se nuk është hera e parë që zhvillohet kampionati evropian. Ky është i disati kampionati evropian që ne marrim. Nuk e di, po Shqipëria ka marrë pjesë në Europian dhe në kampionatin botror. Dhe ka arritur të bëjë mirë në fakt në kampionatin e fundit botror. Ndërkohë që po ndihshim edhe disa pamje se çfarë duke ndodhur aktualisht pikërisht në shpinën e futbollit me ndeshjet që po luhen. Vëmendje interesante Xhihani, një kampionat simpatik le të themi, është zhvilluar edhe ceremonia e shortit disa ditë më përpara, ku në fakt dukshëm përgjithsisht kur flasim për futbollin përmendim ekipe si Anglia, Franca, Gjermania që janë dominante, por në fakt tek soka ka disa specifika sepse ka ekipe që ndoshta nuk duken surprizë, si për shembull Uzbekistani që është shumë mirë. Në këtë rast ne jemi në një ekip, në një grup së bashku me Sloveninë, me Kiprën edhe me Turqinë që mund të ketë ato elementet interesant fakt. Ndryshe nga futbolli, po edhe i ngjashëm në emocionin që transmeton. Ndryshe nga futbolli, por ky është një aktivitet që është shumë i rëndësishëm dhe është shumë pasionant edhe për ata që e luajnë dhe që e ndjekin. Mua vjen mirë për Jurgenin njëherë që arrin të realizojë organizimin e këtij kompeticioni këtu në Tiranë. Gjitha federata që ofron këto ambiente fantastike për të ndjerë komod gjithë ekipet. Dhe për t'i dhënë mundësinë e tifozave të jenë pranishëm për t'i parë, se kjo është e rëndësishme. Shkosh konsumon dhe i pijeri tek stadiumi, tek shkallët, shikon dhe ndeshjet, se ky është futboll i bukur, ky është futboll me gola. Ky nga që është shumë dinamik
edhe ka dhe golat shnuar, ka dhe golat bukur, edhe janë shumë interesante për të ndjekur këto ndeshje. Për të cilësuar ndjes është krijuar dhe një mini fan zone në krah stadiumit ku për tifozët është një mundësi e mirë për të ardhur, për të shijuar, për të ngrënë, për të pirë. Finalja kur është ditën e diel në mbrëmje, atëherë mbyllet të gjithë aktiviteti. Po, ndërkohë që vlen të përmendet që në fakt në FSHFTV mund të ndiqni edhe të gjitha ndeshjet të cilat do transmetohen, duke nisur sigurisht ndeshjet janë transmetuar që nga dita e sotme. Shqipëria luan praktikisht çdo ditë në darkë, që do të ketë hapësirë edhe publiku shqiptar që të mund të suportojë edhe ekipin ton. I përmendet disa detaje, Renaldo, po çfarë impakti mund të ketë ky kampionat për Shqipërinë? Besoj edhe nga ana turistike është diçka e bukur, pra janë 27 ekipe kombëtare që kanë zbarkuar në Shqipëri, do të luajnë ndeshjet, bashkë me to kanë ardhur edhe tifozë normalisht, që ndjekin tifozë të apasionuar pas mini futbollit, që ndjekin skuadrat e tyre dhe bëjnë tifo për skuadrat e tyre. Gjithashtu, për shumë ekipe kombëtare janë edhe shumë njerëz që janë nga këto vende që janë në Tiranë, besoj që do të vinë, do të ndjekin këto ndeshje, sepse edhe lokacioni është shumë i mirë, dhe do të jetë një mundësi e mirë edhe për Shqipërinë. Besoj që Shqipëria është një kombëtare që do të pretendojë ndoshta për të shkuar deri në fund kampionatit evropian. Kjo e tregoi edhe ndeshje miqësore që pati me Italinë, që fitoi me rezultatin 2-0. Do të jetë një mundësi e mirë për të treguar vlerën e tyre dhe pse jo për ta tentuar në vendin tonë për fituar trofeun. Po, patjetër dhe sigurisht ju urojmë shumë suksese edhe ekipit kombëtar të Sokas, ndërkohë që ju rikujtoj që pikërisht ditën e sotme në orën 20 do të zhvillohet edhe ceremonia hapse e këtij kampionati dhe më pas në orën 21 Shqipëria do të përballet pikërisht me Turqinë. Trajneri Maran besoj do të jetë në tribunë sot, apo është larguar? Jo, trajneri Maran është në Shqipëri, kështu që mund të jetë një nga ndjekësit. Nuk besoj do të mungojë një nga ndjekësit. Beshi dhe ka kjo me trajneri Maran. S'ka lidhje po mirë. Sigurisht që është event, nuk është se ndodh shpesh organizimi një event tani. Është pjesë sigurisht edhe adaptimit të trajnerit të ri dhe me kulturën shqiptare dhe atë çfarë ndodh. Në fundit kur do mbyllet emisioni, do të çon 2 minuta më shumë domethënë. Pse e ke këtë? Po që të mos e zgjasim gjithsesi, sigurisht ju urojmë shumë sukses te Sokas dhe do të jemi patjetër për ta diskutuar këtu edhe në javën tjetër edhe rezultatet që u sollën nga ky kampionat. Unë do të falenderoj Alban Xhianin, Renaldo Sinani, Florian Riza si përherë që ishte në studio. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër për 3 të fundit nga futbolli shqiptar. Deri atëherë, mirupafshim.